Besa është tani më një koncept i konsoliduar në themel të pozicionit të parë, në raportin shtet-qytetar dhe qytetar-shtet. Dhe besën ne shohim si një akronim dhe jo thjesht si fjalën ndër më të vyrat e thesarit të kulturës dhe të historisë shqiptare. Një akronim që thot besim, thot empati, thot shërbim dhe thot angazhim. Dhe me këtë tokë fjalësh kemi përcaktuar edhe hapat që do të ndiqen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien, duke pasur parasysh se tani disponojmë dy baza shumë të rëndësishme, baza teknologjike të marrëdhënies i Albanian dhe bashkëqeverisjen, të cilave do t'i shtohet dhe pasqyra Albania, që do t'jetë dritarja e vetme unike ku qytetari do të drejtohet. Do të drejtohet për t'u informuar në kohë reale për gjithçka që qeveria e tij, që shteti i tij në aspektin gjithmonë, sepse në moment të dytë, nëse shohin të arsyeshme dhe kur ta shohin të arsyeshme, edhe komponentët e qeverisë së gjyqësorit mund t'i bashkangjiten asaj dritare, është një dritare ku secili ka autonominë e vet, për të pasur kontaktin direkt të qytetarit me atë pushtet. Dhe nuk është thjesht vetëm halli, kërkesa e qytetarit që do të konceptohet si një letër apo si një pako që çohet me post, me DL, dhe statusi i cilës ndiqet në kohë reale dhe statusi bart edhe përgjegjësitë e afateve, dhe ky është synimi i këtij projekti, por është edhe gjithë pjesa tjetër që shkon qeveria tek qytetari, shkon shteti dhe qytetari për të mos e lënë të papërgatitur dhe të pa armatosur me argumenta përballë atij ndërmjetësit padukshëm që ka hyrë në jetën tona, që është algoritmi. Dhe kur them për kancelën të papërgatitur, këtu nuk flasim për një portal propagandistik, nuk flasim për një portal që do të tregoj se çfarë do bëjmë ne në të ardhmen, se kjo nuk ka lidhje me qëllimin e pasqyrës, por flasim për një pasqyrë ku shteti do të thotë se çfarë po bën. Do të shikosh statusin e një rruge, ku është, kush po e bën, sa pjesë e punës është bërë deri tani, pse po vonohet, kush po e vonon, do të mund ta ndjekësh, sepse ajo është një punë që bëhet për ty. Kemi po ashtu përcaktuar një sër piketash për çdo sektor. Jemi përqendruar shumë tek shëndetësia, jemi përqendruar shumë tek arsimi. Jemi përqendruar tek krijimi i një zinxhiri i cili do të jetë zinxhiri i Shqipërisë sociale. Sot një Shqipëri sociale